për kufizimi i nxitimit. E dim se në jetën e përditshme lëvizjet e ndryshueshme janë më të shpeshta dhe le të supozojmë se pika materiale gjatë lëvizjes përshkruan një rrugë e cila rrugë do të kalohet brenda një kohe të caktuar. Por në qoftë se trupi pjesët e barabarta të kësaj rruge nuk i kalon për kohë të njëjtë, atëherë lëvizja do të quhet e ndryshueshme. Për ndryshim të shpejtësisë, këtu shpejtësia nuk është konstante, sikurse që ishte te lëvizjet e njëtrajtshme, prandaj shpejtësia ndryshon brenda kohës. Madhësia e cila përcakton ndryshimin e shpejtësisë brenda kohës quhet nxitim apo akseleracion dhe shënohet me simbolin në shkronjën A të vogël. Nxitimi i lëvizjes njëtrajtësisht të ndryshueshme matet me ndryshimin e shpejtësisë në intervale të caktuara kohore. Le të supozojmë se për kohën T1 trupi ka një shpejtësi V1 dhe për kohën T2 trupi ka arrit shpejtësinë V2. Ndryshimi i shpejtësive delta V paraqet V2 minus V1, sikurse edhe ndryshimi i kohës T është i barabartë me T2 minus T1. Ndërkaq, nxitimi i trupit me të cilën ndryshon shpejtësia brenda kohës është paraqitur si nxitim mesatar dhe ai paraqet hersin në mes të ndryshimit të shpejtësisë dhe ndryshimit të kohës. Derisa delta V tham është e barabartë me V2 minus V1, mund të bëjmë zavendësimin, vend të delta V mund të shkruajmë V2 minus V1, ndërkaq delta 2 tham është T2 minus T1, atëherë shkruajmë T2 minus T1. Nxitimi mesatar në intervale kohore shumë të vogla quhet nxitimi i qastit. Nëpërmes përkufizimit të këtillë të nxitimit mund të përcaktohet shpejtësia në çfarëdo qasti, përkatësisht rruga kaluar deri në atë qast. Formula për masave për nxitim është A, pra nxitimi i barabartë me L mbi T në katror, që kjo mund të shkruhet edhe si L herë T në fuqinë minus 2. Ndërkaq, njësia e nxitimit gjendet nga formula e saj V thy për T, ku njësia e shpejtësisë është metri për sekond, ndërkaq njësia e kohës është sekundi. Tu kemi një thyes të dyfish ku sekundi ka emëruesi 1, shumëzojmë tjashmet me tjashme, metër herë 1 bën metër, ndërkaq sekond herë sekond është sekond katror, ku njësia ndërkombëtare për nxitim është metër për sekond në katror. Gjatë ndryshimit të shpejtësisë kemi rastin kur rritet shpejtësia brenda kohë dhe në atë rast themi se shpejtësia është më e madhe se shpejtësia fillestare dhe në atë rast nxitimi është pozitiv, ndërkaq kur shpejtësia zvogëlohet brenda kohës, pra V më vogël se shpejtësia fillestare, atëherë themi se nxitimi është negativ. Nxitimi pozitiv shpeshherë quhet edhe shpejtim, kurse nxitimi negativ quhet ngadalësim. Pra, nxitimi mund të jetë konstant dhe mund të jetë i ndryshueshëm. Lëvizjen me nxitim konstant e shqyrtojmë në veçanti. Mund të themi se trupi ka nxitim të njësisë nëse për çdo sekond i ndryshohet shpejtësia, i rritet apo i zvogëlohet për 1 metër për sekond. Pra nëse shpejtësia për 1 metër për sekond ndryshon brenda çdo sekonde, atëherë themi se shfaqet nxitimi i trupit. Detyrë numerike për nxitimin mesatar. Teksti i kësaj detyre është si në vijim. Përcakto nxitimin mesatar nëse trupi që lëvizte me shpejtësi prej V1 barazi 12 metra për sekond, gjatë kohës T1 barazi 2 sekonda e rrit shpejtësinë në V2 barazi 20 metra për sekond pas kohës T2 barazi 6 sekonda. Të dhënat e detyrës janë shpejtësia V1 12 metra për sekond dhe këtë shpejtësi trupi e ka arrit për kohën T1 barazi me 2 sekonda. Por pas kohës T2 prej 6 sekondave, trupi e ka rrit shpejtësinë në V2 barazi me
20 metra për sekond. Ne duhet të përcaktojmë nxitimin mesatar, që nxitimin mesatar kemi shënuar A indeks apo tregues M. Pra nxitimi mesatar kërkohet. Kur mësuam për nxitimin mesatar, formula e tij pam se është delta V për delta T, që kjo lexohet ndryshimi i shpejtësisë që arrihet brenda ndryshimit të kohës jep nxitimin mesatar. Por ndryshimi i shpejtësive bëhej me zbritjen e shpejtësisë Vd minus V1, derisa ndryshimi i kohës delta T fitohet nga formula Td minus T1. Tani mund të bartim to zëvendësime, delta V pra është Vd minus V1, derisa delta T është Td minus T1. Dhe këtë detyrë mund ta zgjidhim në dy mënyra. Mundemi së pari të zbresim shpejtësitë Vd minus V1 të fitojmë deltën V, dhe gjithashtu Td minus T1 e të fitojmë deltën T. Kjo do të jetë mënyra e parë. Ndërkaq mënyra e dytë mund të zëvendësojmë drejt për së drejtë shpejtësinë Vd dhe V1, pastaj Td dhe T1 dhe të fitojmë rezultatin. Do të shkojmë me mënyrën e parë. Mënyra e parë është delta V barabart me Vd minus V1, do të fitojmë deltën V për të zgjidhur nxitimin mesatar me formulën delta V ndaj delta T. Dhe tani do të kemi V2 është 20 metra për sekond minus V1 ishte 12 metra për sekond, 12 metra për sekond, 20 minus 12 është 8 metra për sekond. Delta T është Td minus T1, T2 6 sekonda minus T1 2 sekonda, 6 minus 2 është 4 sekonda. Tash do të shkruajmë formulën e nxitimit mesatar, ku thamë është delta V thy për delta T, dhe do të kemi deltën V e fituam se është 8 metra për sekond, ndërkaq deltën T 4 sekonda. Këtu shohim thysën e dyfesht, 8 pi super 4 është 2, 1 herë metër, sekond herë sekond në katror. Pra nxitimi mesatar do të jetë 2 metra për sekond katror. Do të zgjidhim detyrën edhe me metodën e dytë, ku do të nisemi nga formula për nxitimin mesatar, që është Vd minus V1 për Td minus T1. Dhe do të bëjmë zëvendësimet. Vd, shpejtësia Vd, të dhënat pam se është 20 metra për sekond. 20 metra për sekond. Shpejtësia V1 ishte 12 metra për sekond. Koha Td 6 sekonda dhe koha T1 ishte 2 sekonda. Tu do të zbresim 20 minus 12 është 8 metra për sekond, 6 minus 2 4 sekonda, dhe kjo sekondi ka emrusin 1, 8 pi super 4 është 2, metër herë ne shëmzojmë metër, sekond herë sekond katror. 2 metra për sekond katror, që edhe këtu ishte 2 metra për sekond katror. Pra dhe me metodën e parë dhe me metodën e dytë, rezultati është i njëjtë i nxitimit mesatar, 2 metra për sekond në katror. Do të vazhdojmë me një detyrë tjetër numerike që po ashtu lidhet me nxitimin mesatar, por tani kërkohet shpejtësia me të cilën lëviz trupi nëse nxitimi mesatar prej 2 metra për sekond katror e arrin për kohën prej 0.02 minuta. Pra nxitimi mesatar është 2 metra për sekond në katror, derisa koha T është 0.02 minuta. Kërkohet të gjejmë shpejtësinë me të cilën ka lëviz trupi, në qoftë se dim nxitimin mesatar dhe kohën për të cilën e arrin këtë nxitim mesatar trupi. Ne folëm për nxitimin mesatar, që thamë është delta V thy për delta T, por tani delta V në realitet është një shpejtësi e vetme V, sepse për ndryshimin e shpejtësisë që arrin trupi neve na intereson vetëm shpejtësia. Dhe në qoftë se brenda ndryshimit të kohës Td minus T1 ka qenë koha T është 0.02 minuta, që për këtë ndryshim kohe për neve është kohë. Prandaj në qoftë se themi bëjmë zëvendësimet delta V zëvendësojmë me V dhe delta T e zëvendësojmë me T,
atëherë nxitimi mesatar mund të shkruhet edhe si v thyë për t. Kur ta vërtetojmë, njësia ndërkombëtare e nxitimit është metri për sekond katror. Njësia ndërkombëtare për shpejtësia metër për sekond, derisa njësia ndërkombëtare për kohë është sekond. Sekundi ka një emërusni dhe tani shumëzojmë tjashmet me tjashme metër herë ne metër, sekond herë sekond, sekond në katror dhe njësia për nxitim është metër për sekond katror. Po nga kjo formulë ne mund të gjejmë nxitimin mesatar, ndërkaq ne na duhet të gjejmë formulën e shpejtësisë, sepse nxitimin mesatar nga të dhënat e kemi 2 metra për sekond katror dhe këtë nxitim mesatar trupi ka arritur brenda kohës prej 0.02 minutave. Me qoftë se dëshirojmë të gjejmë formulën e shpejtësisë, shohim se na pengon koha, prandaj të dy anët e barazimit këto do të shumëzojmë me t, sepse koha këto pjesën ne do të shumëzojmë. Formula për nxitimin mesatar, v thy për t, në të dy anët shumëzojmë me t, herë t. Pra në të dy anët e barazimit shumëzojmë me kohën. T me t pjeshtohet. Për nga rrjedh, këtu ka me vetëm shpejtësia dhe barabart me nxitimin mesatar herë kohën t. Kjo është formula me të cilën llogaritëm shpejtësinë kur dimë nxitimin dhe kohën. Para se ta përdorim këtë formulë, do ta vërtetojmë. Njësia ndërkombëtare për këtë formulë duhet të del metër për sekond, sepse formula është e shpejtësisë. Prandaj, do të shkruajmë edhe një herë formulën. Dhe tani, kur ta vërtetojmë barazimin e vendosëm klapa, njësia nxitimit mesatar është metër për sekond në katror, herë njësia kohës është sekundi, sekond me katror pjeshtohet dhe mbetet metri për sekond. Meqense formula është mirë, atëherë këtë formulë do ta përdorim, prodhimi i nxitimit mesatar me kohën jep shpejtësinë, dhe do të kthehemi te të dhënat. Nxitimi mesatar është 2 metra për sekond katror, 2 metra për sekond katror, herë koha është 0.02 minuta. Minuti nuk është njësi ndërkombëtare e kohës, prandaj minutat do t'i kthejmë në sekonda para se të zgjidhim detyrën. Një minuti ka 60 sekonda. Këtu mujmë një 0 dhe një 0 me pjeshtu, pastaj duhet të shumëzojmë 6 herë 2, 12, 2 anjen men, 6 herë 0, 0 edhe 1. Tu vjen presja dhetore, njësia sekond. Pra koha prej 0.02 minutave është 1.2 sekonda. Për këtë ndryshim kohe prej 1.2 sekondave, trupi e ka arrit një nxitim mesatar prej 2 metra për sekond katror, kështu që tani do të shkruajmë 1.2 sekonda. Sekond me katror thjeshtohet. Shumëzojmë 2 herë 2, 4, 2 herë 1, 2, këtu vje presja dhetore, metër për sekond. Dhe më thanë, trupi do të lëviz me shpejtësi 2.4 metra për sekond, në qoftë se brenda një kohe prej 1.2 sekondave e ka arrit një nxitim prej 2 metrave për sekond në katror.